Shifrat e linjshmërisë po pësojnë rënje të ndjeshme dhe një ndër faktorët kryesor mbetet infertiliteti. Sipas dhënave, 1 në 6 çifte e kanë të pamundur të sjellin në jetë një fëmijë. Shtyrja e moshës shtatzanisë, obeziteti, duhanpirja, problematika të cilat mund të lidhen edhe me sëmundje si për shembull endometrioza, PMOS-ja, pra fezor polikistike, ndryshimi i stilit të jetesës, por gjithashtu dhe ndotja mjedisore dhe përdorimi i disa produkteve të cilat mund të sjellin ndryshime hormonale. Për shumë vite është menduar se infertiliteti lidhet kryesisht me gruan, por ky perceptim nuk shndron. Mjekja ginekologe Warda Ismaili në një intervistë për Vision Plus shpjegon se problemi mund të jetë në të njëjtën masë edhe tek mashkulli. Kontributi gjenetik është i të dyve së bashku. Nëse ne do ta shohim si një problematik nëpërmjet një kalkulimi, ne e përcaktojmë atë me një përqindje që infertilitetin e shikojmë 40% tek gratë dhe 40% tek burrat. 20% që është një pjesë që është kontributi të dyve dhe një pjesë që është një infertilitet i pashpjeguar, pra që ndodh pa shkak. Infertiliteti diagnostikohet kur një shtatzani nuk arrihet pas 12 muajsh përpjekjesh ose pas 6 muajsh për gratë mbi 35 vjeç. Nëse ne kemi një çift, të cilët janë një çift i ri dhe kanë tentuar mbi një vit dhe nuk kanë pasur një rezultat për një shtatzani, duhet patjetër që të drejtohen tek mjeku specialist. Nëse ne i kalojmë 35 vjeç, duhet që tek mjeku të shkojmë në 6 muaj. Pra nëse kemi tentuar 6 muaj rresht dhe nuk kemi ngelur shtatzan, atëherë do të shkojmë patjetër tek mjeku specialist. Mjekja Ismaili rendit edhe format e trajtimit të infertilitetit. Trajtimin e bëjmë padyshim sipas rastit, ne bëjmë një trajtim të personalizuar. Në momentin që vlerësohet gruaja si nga aspekti anatomik, si nga kalueshmëria e tubave, si nga aspekti hormonal që nuk ka një problem të caktuar dhe nuk duhet trajtuar, atëherë ne tentojmë ta stimulojmë gruan, bëhen stimulime dhe fillohen me procedura si për shembull inseminimi intrauterin dhe nëse këto rezultojnë të pasuksesshme kalojmë në IVF ose në infertilizim in vitro. Mjekët theksojnë se infertiliteti nuk duhet parë si një diagnozë pa zgjidhje. Me diagnostikimin në kohë dhe trajtimin e duhur, shumë çifte arrin të realizojnë ëndrrën për t'u bërë prindër.